pasur paralajmërime për hapjen e saj, edhe nga eksponent qeveritar. Po tash që është e vërteta me ndërtimin e atë 2 urave tjera, sigurisht që pesha e kësaj ure bie me paralajmërimin se po punohet intensivisht edhe për urën e tretë, nuk ka kurfar kuptimi. Dhe simbolika kësaj ure është por çështja e simbolikës është e madhe, po e sakt, sepse prandaj edhe kishim reagim nga Beogradi dhe nga lista serbe këtu, sepse është ushqyer me iluzionin një pjesë e qytetarëve serb që veriu i Kosovës është pjesë integrale e Republikës së Serbisë. Ndërkohë, nga qeveria Kurdi, nga eksponent qeveritar, ka pasur qëndrime deklarata se do të hapej ura e Ibrit para 2 viteve, jo në verë, jo në vjeshtë, por nuk ndodhi, kishte edhe reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian. Tash ka tjetër situatë. Politikisht ai qëndrim do duhet kuptohet drejt. Detyrë kushtetuese e qeverisë ka qenë që të bëjë çmos edhe në rrafshin politik edhe diplomatik që ura të hapet. U provua. Atëherë s'ka pas koordinim, e tash? Ç'është e vërteta, edhe atëherë ka pasur koordinim, por Brukseli nuk ishte i përgatitur për. Ai ka qenë te Brukseli. Mendoj se po. Dhe do duhi, ne nuk kemi nevojë që ta themi diçka e bardhë zezë ose kundërta. Brukseli nuk ishte i përgatitur sepse ende ushqente shpresa se duke i bërë lëshime Serbisë mund ta tërheqin nga orbita e ndikimit rus ose orbita e ndikimit kinez. Ndërkaq tashmë është pjekur qëndrimi i një pjesë të mirë të politikanëve evropian se me lëshime ndaj Serbisë nuk arrihet dot shkputja e Serbisë nga sfera e ndikimit rus. Dhe gjithnjë më shumë do të hasim në qëndrimet kësaj natyre që do të tingëllojnë keq në veshët e nacionalistëve në Beograd. Kemi parë deklarata duke marrë edhe merita për këtë paralajmërim të mundshëm të hapjes së urës së Ibrit, së Babaja, nga eksponentë ndryshëm të vendosjes. Po tash është e ligjshme, logjikshme që kjo çështje kryhet tashmë kur është pikërisht vetëvendosja në pushtet. Dhe sepse presioni ka qenë më i madh. Ndërtimi i urave ka pas efektin e vet. Insistimi për të shtrirë sovranitetin në gjithë territorin e Republikës në rrafshin politik ka pas pasoja. Jo, ka pasur edhe pasoja, apo jo? Masa nga Bashkimi Evropian. Nuk janë asgjë ato. Lajmi sotëm për shembull i tej kalon që të gjitha ato. Më nuk do të mund të flitet për mundësinë e aneksimit të veriut. As për shkëmbim territorësh. Ka marrë fund. Çdo gjë ka marrë fund në këtë pikpamje dhe këtu merita është jashtëzakonshme e kryeministit dhe kësaj qeverie. Sa më herët që ne do të pajtohemi edhe opozitë, edhe pozitë, edhe shoqëri civile, edhe media, në këtë plan do të ishte më mirë sepse de facto i shërbejmë informimit objektiv dhe në kuptimin strategjik të fjalës edhe interesit nacional. Po, gjithatë ka pasur një pajtoshmëri, një njohje e meritave të quajmë kështu, edhe nga partitë opozitare për